Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamat i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Fillojmë sot me lejen Allahut Azza wa Jalla me komentimin e suratul Alaq. Suratul Alaq fillon me fjalën Iqra, lexo. Dhe kjo sura është me kasa me dinasa. Pse? Se fillimi është. Fillimi i shpalljes. Fillimi i shpalljes. Për këtë shkak, Imam Buhariu rahmetullahi alayhi, në librin e tij, në Sahihun e tij, kapitinin e parë që e ka shënu është Bab Bedul Wahy. Ndër kapitinat e para është kapitina e fillimit të shpalljes. Shumë ulema e kanë komentuar këtë Suratul Alaq si surja e shpëtimit, sepse me këtë sure ka filluar zbritja e gjithë Kuranit, zbritja e gjithë ajeteve, dhe me këtë sure ka filluar një histori dhe një epokë e re e njerëzimit, që do të thotë që me dalë prej errësirës në dritë, prej të keqes në të mirë, prej kufrit në iman, prej asaj që është ndaluar në atë që është e lejuar, prej në atë që Allahu e uren, në atë që Allahu është i kënaqur dhe është razi. Gjithë kjo fe, gjithë ky Kur'an ka filluar me këtë ajet kuranor. Me ajetin Iqra. Me ajetin Iqra. Kështu që kur themi Suratul Alaq, kur e përmendim Suratul Alaq, kemi për qëllim shpëtimin e njerëzimit, sepse kjo sure ka simbolizu fillimin e shpëtimit të njerëzit prej errësirës në dritë, prej xhenemit në xhenet. Që na vazhdimisht kur ta ndëgjojmë Suratul Alaq apo fillimin e ajeteve të kësaj sures, të na shkon ndërmend se Allahu Azza wa Jalla me këtë sure, me këtë ajet ka zbrit shpëtimin për gjithë njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke qenë në Mekke, pasi që më u pat lodh me shirkun e mushrikëve që e shifke në Mekke, me të këqija dhe me padrejësia që u bëjke, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi në ëndër me pa çka ëndra të ndryshme të cilat në Saba më njëherë ju realizojshën. Për këtë çka thënë sahabët, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤى في المنام ثم فتأتي مثل فلق الصبح. E thotë të nesërmen ju bëjshin, do të thotë i ndodhshin të njëjtat ëndra sikurse ashiqare, sikurse çka drita e sabahit. A keni pa drita e mëngjesit? Sa e qartës. Mësa ne, do të thotë pak më vonë dikur fillon më bombën ter apo kështu me radhë. Ama në mëngjes drita e mëngjesit është ashiqare. E thonë sahabët, edhe thot vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i shifsha ëndrat natën, e ditën do thotë ndodhshin më një herë të njëjtat ëndra që i shifsha në ëndër, në xhum. Dhe 6 muaj kështu ka vazhduar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pa ëndrat dhe ëndrat i kanë ndodhur më një herë. Fillimi i ëndrave ka filluar në muajin Rabiul Awwal. Dihet saktësisht kur ka filluar me pa ëndra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë fillimin e pamjes së ëndrave ka ndodhur në muajin Rabiul Awwal. Mirë, kur ka zbrit ajeti i parë, kush e din? Natën e Kadrit. Inna anzalnahu fi lejletil Qadr. Thotë na e zbritëm Kur'anin në natën e Kadrit. Na e zbritëm Kur'anin në natën e Kadrit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam filloi që 6 muaj të plota, siç qenë çdo send ka para përgatitje. Do thot 6 muaj para se të bën 40 vjet parafarsisht, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për çka për çdo ditë shkonte në shpellën Hira. Ai që ka qenë në hax e din se shpella Hira në çfarë lartësie të madhe është dhe sa kodër e ashpër dhe e vrazhët që është. Derisa sot edhe mos janë bo shkallët atje, është rëndë dhe vështirë mund gjitë në kodër, Hira. Para mendoni më herët, në kohën e pejgamberit, edhe kur s'ka pas udhë për me mritë te kodra Hira.
Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 6 muaj me rend shkoi në kodrën Hira, në shpellën Hira, dhe aty qëndronte 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë të plota, hiç pa dalë prej kodrës, prej shpellës. Dhe mirë kjo ushqimin me vete, kur ju harxhi kjo ushqimi, zbrit ke në Mekë te familja e vet, te kush, te Hatixha radhiyallahu anha. Shishoni gjithë këtë histori që po e përmendimi, është histori që ndodh me Hatixhën radhiyallahu anha, me gruën e parë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E cila Hatixha në këtë kohë kishte dikun, kur i zbriti pejgamberi dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dikun 55 vjeçare, 56, 54 e gjys, parafërsisht se e përmendin ulemat. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndronte në shpellën Hira me ditë të plota, e adhuroi Allahun azza wa jall. Shifke ëndra dhe çka u pat vetmi të plot me Allahun subhanahu wa ta'ala. Me shpresë që Allah azza wa jall do t'i zbret çka shpallje apo do ta frymëzon ndonjë rrugë dhe diçka me të cilën ka mi shpëtu mëkatet nga errësira në të cilën errësirë ata janë duke jetu. E lutke Allahun azza wa jall, bëjke dua vetmim të plot me Allahun subhanahu wa ta'ala. Për këtë shak shumë ulema ka përmend se njeriu kur ka ndonjë breng, ndonjë siklet, ilaçi i brengës dhe sikletit është vetmia me Allahun subhanahu wa ta'ala, vetmia me vetveta, duke u lut, duke adhuruar Allahun azza wa jall dhe çka larg nga syri i njerëzve, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kishte shtëpinë e vet, kur e mbyllte derën askush nuk u futte në shtëpi. Dhe këtë e përmendur në lemajën se pse e ka zgjedh shpellën Hira, kurse ka mujt me mshel derën e shtëpisë vet dhe aty mu vetmu. Por kanë thonë çka ka pas mundësi që mi pengu dikush prej jashtë, të vjen dhe ta thret dhe të kërkon të çka prej tij, apo bashortja e tij çka ti bën ndonjë bisedë, ndonjë muhabet dhe kështu me radhë. Por çka ky ka zgjedh shpellën Hira për me qenë plotësisht i vetmuar me Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe që adhurimin dhe ibadetin ta bën me sinqeritet të plot, pa asnjë farë ndikimi të jashtëm, pa asnjë farë faktori që do të ketë do të thotë ndikim pozitiv apo negativ, por thjesht çdo sen që e bante kishte qef që ta bën vetëm për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kështu zgjatë 6 muaj të plota. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 6 muaj të plota shkoi këtë shpella, qëndroi këtë 3 ditë, 4 ditë, 2 ditë, 1 ditë, varet sa kishte ushqim me vete. Kur ju argjë kjo ushqimi, zbritën me mirë kjo ushqimi në apet, 6 muaj, kështu vazhdo. Mas 6 muaj ven muajin Ramazan. Në muajin Ramazan, Allahu azza wa jall, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja dërgon Xhibrilin alaihi salam, të cilin Xhibril Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e njeh. Dhe ishte një takim rënqethës dhe trishtues për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili Xhibril i tha ikra, lexo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja dha përgjigjen ma ana biqari, sa unë nuk jam nga ata që din me lexu. Thonë ulemaja, kjo nuk ishte çka refuzim i kërkesës së Xhibrilit, por se ishte për fytyrim i realitetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jo që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u konfrontu me Xhibrilin, por ja tregoi hallin dhe gjendjen e vet. Se shpeshherë do të thotë ka mundësi që dikush ta kesh kupton ndodhin dhe thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka refuzuar kërkesën e Xhibrilit. Jo, ki ka tregu hallin e vet. Ki ka tregu gjendjen e vet se nuk din as me lexu, as me shkruaj, apo shkurtimisht thon, ka dashur mi tregu Xhibrilit alayhis salam se është analfabet. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka m'kapi Xhibrili, më rrethoi me krahërorët e tij dhe më shtrëngoi aq fort derisa e humba vetdijen. Gjitha këto janë para përgatitje dhe vështirësi dhe rëndësi dhe ngarkesë e madhe për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Takohet me një melaç apo krijesë të cilën kur se ka pa më herët, që çka nuk i është bë me dije se ka metar dikush para prakisht, dhe kërkon diçka prej tij që ki s'ka mundësi me u përgjigj kërkesës së tij, dhe krahasoj çka e merr edhe rrethon me krahërorët e tij derisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
e humb vetdijen. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, u ktheva në vetdije. E Gjibrili më tha, siç e përmend këtë ndodhi Imam Buhariu në Sahihun e tij. Thot faghattani hatta ughmi alay. Më tha Gjibrili apet, lexo. Thot pejgamberi se ja dhash njëjtën përgjigje dhe i thash, ma ana biqari, unë s'di me lexu. Jam analfabet, po kërkon diçka prej meje që se kam, se posedoj. Apet tha pejgamberi se më kapi Gjibrili derisa humba vetdijen. E kur erdha në vetdija apet, përsëri më tha Gjibrili alayhis salam, në disa rivajte thu 2 herë, disa rivajte përmendet se 3 herë Gjibrili alayhis salam e ka plu pejgamberin me krahërorët e tij dhe për 4 herë kur vjen në vetdije pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Gjibrili alayhis salam i thot, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Allahu akbar, me këtë filloi feja jonë. Me këtë filloi ndodhia e madhe që ka ardhur deri në ditën e sotit, që na më tepër se 1400 viteve ta përmend me këtë ndodhi me një vend që e ka emrin në Maqedoni, një qytet që e ka emrin në Shkup, një xhami që e ka emrin në Sabek, me xhamatën e tij me përmend këtë ndodhi. E Allahu inshallah na merr shpirtin kështu, duke jetu me fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përmend kjo shpesh herë në hadithet e tij dhe thonte, inna ar-ru'a as-saliha juz'un min 46 juz'a min an-nubuwati. Thot, ëndrat e vërteta janë një pjesë nga 46 pjesë e pejgamberllokut. Thot, pejgamberlloku i ka 46 hise, 46 pjesë. E thot, ëndrat e vërteta janë një pjesë nga këto 46 pjesë që përmenden nga shenjat e pejgamberllokut. Për këtë që Allahu subhanahu wa taala e përmend dhe thot, fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi. Thot Allahu azza wa jall, dhe besoni në Allahun azza wa jall dhe në pejgamberin e tij analfabet. Përmendet ummi, që do të thotë se është analfabet total. Do të thotë me ka krejt është analfabet. S'din as A, as B, as me shkryt, as me lexu. Nuk din. Dhe kjo është urtësia se pse Kur'ani nuk është mbledh dhe nuk është shkruajt kështu sikur e kemi na gjatë jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që mos vjen dikush dhe pretendon se ka ditë me shkruajt dhe me lexu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por çka Allahu azza wa jalla dashti me urtësinë e tij, që çka me ndrujet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e hënës dikur më vonë të mirët iniciativa për grumbullimin e Kur'anit. Njëra është veç grumbullu. Janë mbledh drase, janë mbledh gurzi, likura, fletës, çka kanë pas, këti kanë lënë me një vend. Hënës dikur më vonë i kanë bo ato shumë më vonë e kanë bo një qitab. Hënës dikur shumë më vonë çka i kanë shkruajt pikat. Hënës dikur shumë më vonë kur kanë ardhur ato që se din mirë arabçën, i kanë shkruajt çka edhe hareket. E vaktit tonë i kanë shkruajt edhe te xhvidin, edhe atë edhe kët, ama apet s'ka kushën në xhan. Fatkeqësisht. Apet musliman me gjitha këto leccime, nëse ju thua din me lexu Kur'an, nuk din me lexu Kur'an. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mas kësaj ndodhie trishtohet. Dhe ku drejtohet? Ku shkon? Si va mërmendja? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam trishtohet dhe hik, strehohet në shtëpinë e vet dhe konsultohet me kan, me bashortën e vet, me gruën e vet Hatixhen radhiyallahu anha. A dil ka burr pejgamberi sa sipas kanunit shqiptarisë apo jo? Se va mërmendja. Se të na me thonë sot konsultona me gruën për filan çështje, çka qesin për tefterit burnis. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është konsultu për çështjen më madhore për njerëzimin. Për çështjen e fjalës Iqra, për takimin që e pat me Xhibrilin alayhis salam. Sepse mbet pa tekst, u habit se di këtë çka puna. Herë parë po takohet me një farkrijese, po kërkon diçka që kisë është i aftë me adhonat kërkesë, me aplëcu kërkesën. Edhe po i thot ajo me laqa Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, thot çka kjo? S'është i vetëdijshëm se është kjo shpallje. Pejgamberi sa se me kapi nejthet, trishtohet. Vjen do me thonën
ka se din në shpinë e vetë. Dhe i thot Hatijës, zemmiluni, mlomni, thot. Mbulojem, bëma një qebe, një organ të shkat mlona. Më kanë kap ethët, jam trishtu. Dhe kjo është cilësi e njeriut që kur trishtohet apo friksohet, e kapin ethët. Qka e kapin ethët dhe e godet smundja. Hatijja, radiallahu anha, i thot, pejgamberi thot duke dash mi tregu se u bona helaq. Jam po helaq, thot. U shkatrova, ka ndodhur diçka shumë e madhe. Shihni çfarë fjali thot gruaja e vet. Sa çfarë Resulullah, ti je njeri i cili viziton farefisin. Shihni çfarë xhevapi i jep ajo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ti thot je njeri i cili viziton farefisin. Dhe çka i ndihmon të varfrit. Dhe i ndihmon edhe të dobtit. Thot kella len yudhayyika Allahu abada. Kjo është thonjë historike e një grusë së madhe. Që në se e përforcon pejgamberin se ja përforcon kënd, e ndihmon në rrugën e xhairit. Me kon gratë sotit. Me kon na me dash me bodë një punë më të madhe, a veç ti qëllove këtë dënjo me bëk si puna. Ha s'pat në burr tjetëra. A veç ti më i mençema. A veç tu, po pse veç burje me konë qëtu tek mene, tek... Një qenë arsye të qetë. Gruaja muslimane kështu sillet me burin e vetë në çështjet fetare. Thotë, o burje, mos ki gajle, se derisa ti ki këto cilësi, këto tipare. Allah kur ti s'ka me të bohelash, kur ti s'ka me të gjetë ndonjë e keqe. Edhe këshini çka bën një gruaja e mençme. Shkoj e thiri migjen e vet. Se pa temën e migjen e vet, kush e din? Ha? Waraka ibn Nawfal. I cili e dike mirë fejnë e Isis a.s. Ishte në fejnë e pasër të Isis a.s. Tha, kjo është libri që është pa Musës edhe Isis. Tha, o Muhammed, si kur ti isha gjallë të të ndihmoj, qka? Kur Mekasit kanë me të përzon prej Mekës. Isa pejgamberi s.a.s. Si tha, Mekasit mu kanë me të përzon? U habit pejgamberi s.a.s. sepse pejgamberi s.a.s. deri para këtij momenti ishte njeri më i mirë, më i mençëm, më besnike, Elemin e thirrshëm, besnike. Si thoshin Muhamedi, thoshin besnike, erdh. Sigur me thonë, erdhi heshmi, erdhi miri, erdhi dashuri, ki këto epitete më të mira i kish në mesin e Mekasve. Si tha, Mekasit mu kanë me mëxel? A tha ta dish. Si cilët pejgamber që i ka ardhur, kjo ti që të ka ardhur, është përzon dhe dëbun nga vendi i vet. Është përzon dhe dëbun nga vendi i vet. Edhe kjo fatkeqësisht, kjo filozofi, ky mentalitet vazhdon edhe mas 1400 vjet. Kur njëri don që të kapet për fe, thon, ai do të deri gjakon djali mirë, as su ka fal, as ka kon fetar, 100 zeze ka bon, ndoshta, ama gjalimir, do ma qeni ka thonë. Kur ka fillu me arë në gjami, kur ka fillu me praktiku fe, po kush të prishi mërë ti, kush të mashtroj mërë, po në gjami mërë ka ardhë ki, pse mu mashtru, pse mu prish ki, pi ka u prish, qaj gjarësh, alo maj mirë është bon. Fatkecish ala, ai mentalitet i ignorancës së Mekasve vazhdon deri në ditën e sodit. Dhe është një realitet se çdo musliman duhet të jetë i vetëdijshëm se në momentin që ai e përqafon fenë dhe vendos që të jetë i përpikshëm në realizimin dhe praktikimin e fesë, duhet që çka të bëhet hazër mu ballafaqu me probleme dhe sprova. Këto janë ligjet e Zotit. Dhe shpeshherë shejtani i bën vezvese njerëzve dhe ju thot sa rahat keve. Këshire, sikur nisini se me shku në xhami, ki ka nis nona me çka, ka nis baba me çka, ka nis ai në xhami atje me këshira e plak i shtrem, a qetrit përze, ai mami thot e ki haram ket me bo, ai qetri kështu, to 100 vezvese, sa rahat keve. Kush çoj mu fal? Shejtani gjitha këto vezvese ti bjen krye. Ama kur ki konsultator të mirë rreth vetes, shoqni të mirë, kur ke bashorte të mençme, e modeste, e të urtë, e ke njerëz të cilët dinë për fe dhe tregojnë të vërtetën, ata shumë të forcojnë komët
në vazhdimsinë në rrugën të cilën e ke zgjedh, e cila padyshim është rruga e xhenetit. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo. Nëse dikush leximin e ka kulturë, na e kemi fe. Na e kemi fe dhe kemi ajetin e parë të fejës tonë. Kretë feja jonë ka nisë me fjallën lexo. Para mendon e çfarë rëndësie ka leximi. Ajde ta bëjmë shash një krahasim tjetër. A din me lexu Kur'an? A din me lexu fjallën lexo? A din me lexu fjallën e shpëtimit? A din me lexu fjallën e xhenetit dhe xhenetlive? Po mirë, ti parimisht, a din me lexu dënjer njëtën tënde? A din me marrë qitap, liber me lexu? Kjo fe ndërtohet mbi ditori, mbi lexim. Nuk ndërtohet mbi imitim. Na nuk dojmë musliman imitus, po na dojmë musliman lexues, që me dije dhe me lexim i ndërtojnë qëndrimet dhe bindjet e veta mbi baza të shëndosha, sepse kjo fe ka zbrit mbi këtë bazë. Çdo kush që mundohet me ndërtu fenë e vet mbi baza tjera, jashta bazës lexo, ka me dështu. Sepse bazamentin se ka të shëndosh. Çdo kush që ndërton fenë e vet dhe besimin e vet mbi imitim, pse tjetri ka bo edhe kje e ban, së shpejti çka imitimi i ka me bu bajat. Dhe kjo është natyrë e njerit që imitimi dhe çka pasimi njerëzve i bot një ditë për ditëve bajat dhe i bezdiset. Edhe çka dorëzot nga. Për këtë shkak ne kemi edhe shumë raste që riu e kap fen me eufori, duke mos pyet, duke mos lexu, duke mos prezantuar ligjërata, e vazhdon 1 muaj, 2 muaj, 5 muaj, 6 muaj, 1 vjet, kur ta shofsh, u ka kthi ma këtë sa ka kon, mazi sa ka fillu. E gjithë kjo është, jo se feja i ka fajt, por ai ose s'ka qenë i sinqert, e Allahu s'ka ka mundsu që ta vazhdon këtë rrugë, ose ka fillu çka me epsh dhe me eufori dhe i ka imitu njerëzit, pse ashtu ka duk diçka sa është më interesant. Bismi rabbike, në emrin, s'ka thonë në emrin e Allahut. Shumë njerëz e përkthejnë në emrin e Allahut. Nuk është ajeti në emrin e Allahut, në emrin e krijuesit tant. Pse? Sepse ky vendim është vendimi i krijuesit, që me fillu një epokë të re të njerëzimit, që ka të bëjë çka me çështjen e krijimit. Dhe Allahu Azza wa Jall, për këtë shak, ajetet që kanë të bëjnë me ibadet vinë me fjalën Allah. Ajetet që kanë të bëjnë me krijim vinë me fjalën apo me emrin e Zotit Rabb. Sepse Rabba shay'u rabbihi është kur Allahu diçka krijon dhe diçka atë e sistematizon. Dhe Allahu subhanahu wa taala me këtë fe dhe me fjalën Ikra ka sistematizuar gjithë njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Për këtë çka këtu ka urtësi të thellë të Allahut Azza wa Jall, që ai e ka filluar këtë fe me fjalën Rabb. Me emrin e Zotit Rabb, e përmend se Allahu është ai i cili e ka krijuar çdo send, duke përfshirë edhe Gjibrailin alayhis salam, por edhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë shpallëva kanë zbrit këtyre dy krijesave. Dhe Allah Azza wa Jall i rastësisht përmendit të fjala Rabb, se me këtë Kur'an e ka bërë tërbije njerëzimin, e ka bërë tërbije si me besu Allahun Azza wa Jall, që ka të bëjë me çështjet e besimit, e ka bërë tërbije si me adhuru Allahun Azza wa Jall, si me manifestuat besim. Dhe të thotë e ka sistematizu edhe besimin që është në zemër, që është lidhje abstrakte me Allahun Azza wa Jall, mes robit dhe krijesës, për çka e ka sistematizuar edhe atë lidhjen që është konkrete përmes ibadeteve dhe adhurimeve që janë të pashme, të dukshme. Dhe në çdo send e ka sistematizuar ashtu si ka ije. Rabbikal ladhi khalaq. E përmend në emrin e Allahut, krijuesit, i cili
Ka kriju. Pse përmendet këtu ka kriju? Pse përmendet këtu ka kriju? Se përmendet emri Rabb. Emri Rabb është krijues, edhe është edukues, frymëzues, i cili e ka udhëzuar njerëzimin në rrugën e vërtetë. I cili e ka udhëzuar njerëzimin në rrugën e vërtetë. Për këtë shkak Allahu azza wa thotë wa khalaqa kulla shay. Dhe Allahu ka kriju çdo send. Dhe Allahu ka kriju çdo send. Khalaqa al-insana min 'alaq. Sot e ka kriju njeriu nga aleku. Alaq është do të thotë cop, apo më mirë me thonën gjak i thënë me fije, apo gjak i ngjizur, por unë më shqip po du me tregu është do të thotë gjak i cili është me fije. Arabisht do të thotë komentin më detaj, sepse nëse ju tham gjak i ngjizur, kush prej juve kupton gjak i ngjizur? Unë mjek kam vetë, çka është fjala ngjizur nuk e di. Do të është pikë e gjakit e cila është me fije. E cila është me fije. E cila është me fije. Dhe gjaki bëhet me fije kur të rinë një kohë, edhe kur të fillon mu tha. E keni po gjaki kur është i langt, e gjumë me një vend dhe e rinë si pikë. E pastaj duke ndet, çka ja nisë mu bo kore, ama mu bo me fije. Mu bo me fije dhe kjo simbolizon diçka tjetër që ta përmendim shtashën vazhdim. Khalaqa al-insan, thotë Allahu e ka kriju njeriun. E ka kriju njeriun dhe këtë njeriun e kalon të pa përmend. Ka përmend formën e njëjësit për me tregu se çdo njeriu është natyrë në vete. Çdo njeriu është natyrë në vete. Që kitë njerëzit mos mi trajtu njëjtë. Këtë ka hikmet, ka urtësi. Nuk përmendet khalaqa al-unas, nuk ka thonë i ka kriju njerëzit. Po çka khalaqa al-insan, e ka kriju njeriu, kjo është njëjës. Dhe këtë një e kalon në çka nuk e ka përmend të njeri. E kalon pa njofshëm, ne kire i thënë arabisht. E kalonën të pa njofshëm. Për me të regu se njeriu natyrën e ti çka është studim në vete. Dhe çdo njeri ka natyrë në vete, që dush një nga një të studiojsh dhe të trajtojsh. Çka është realiteti? Se gjithë njerëzit na i trajtojmë njëjtë. Na sillemi njëjtë edhe me të voglin edhe me të madh, edhe me plakin edhe me të rive. Edhe me atë që jeton në fshat, edhe me atë që jeton në qytet, edhe me atë që është tregtar, edhe me atë që është bujk. Edhe me atë që është zanaci, edhe me atë që është do një profesion tjetër, me gjithë sillemi njëjtë. Çdo njeri është natyrë në vete. Dhe Allahu Azza e ka përmend që në ajeti i dytë i shpallës. E përmend më njeriu. Thonë ulemat e ka përmend njerin për me tregu çka peshën dhe vlerën që e ka njeriu tek Allahu Azza wa Jalla. O njeri, Allahu të ka nderu. Ti a dini me respektu Allahun Azza wa Jalla. Ty të ka përmend më njerë, mas shpallës, mas përmendjes ajetet lexo, ty të ka përmend. Ty, atë, ketë, neve. Insani e ti, ja mune, është kjo, është taj. A ndin ti këtë mbi veti, këtë ajet kuranor, apo jo? A ndin respekt të Zotit ndaj teje, edhe ti këtë respekt si a këthen Allahut Azza wa Jall? A ki meditu dhe a ki mendu ndë njerë rreth saj? Se ky njeri i përmendën në Kur'an, jeti me emër dhe me mbiemër dhe me natyrë dhe me çdo send që ke. A i ke falendëruar ndë njerë Allahun Azza wa Jall për këtë mirësi dhe begati që ta ka dhënë apo jo? Sikush i përgjigjet vetes. Min alaq. E ka kriju njeriu nga gjak i, si tha? I ngjizur. Gjak me fije, theme.
është gjak me fije, sikur do thotë via po krima. Kështu do thotë përmendet të disa komentatorë. Mirë, para 1400 vjetëve, kush ka ditë se është krimi i njerëzit? Derisa një pjesë e njerëzve më herët me dha pas përmend që ta, një të kishte duk, sikur me i thonë jam konën honën e sot. Kjo është nga mrekullitë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që i tregon çka etapat e krijimit të njerëzit. Po nëse njeriu merr dhe lexon Kur'an, do të ballafaqohet me një realitet. Se në Kur'an përmend Allahu azza wa jall se e ka kriju njeriu nga dheu, nga lloçi, nga toka, nga uji. Keni pa, keni salsal, min salsal, min hamim mesnun. Ka në tjetër përmend këtu min alaq, nga gjaki i ngjizur. A ka këtu diçka kundra kësaj dhe asaj? Si ka mundësi njëti njeri, herë tjetë i kriju nga dhej, herë nga lloçi, min salsal, min hamim mesnun, këtë janë në të krijesa në vete. E ka kriju min alaq, min ma, prej ujit, përmendet prej brinës, dhe kështu me radhë. Si bëhet bashkimi i këtyre ajeteve? Për këtë shkak thot Allahu subhanahu wa taala: "Walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira." Thot sikur se ki Kur'an të mos kishte qenë zbritur prej Allahut, do të kishin gjetë Kur'an kontradikta të mëdha. A mos të zbrit prej Allahut s'ka kontradikta këto. Për këtë shkak Allahu azza wa jall kur përmend krijimin e njeriut prej dhëvet, ka për qëllim krijimin e Ademit alayhis salam. Kur e përmend krijimin e Ademit, kur njeriu prej lloçit, është për qëllim faza e dytë, se Allahu azza wa jall, pasi që e ka boll dhej, e ka lag me ujë, që është boll lloç. Pasi që është boll lloç, është karaf, pasi që është karaf është ngurt, është bujë ngurt. Min salsal sheju salsilu është kur ti bish ban tok. E keni pa lloçin kur të marrësh talosh në kod gat, bëhet sikur se vorbën, e keni pa, vorba është lloç. Merrim shej vorbë, tok ja. Ç'kjo salsal? Ç'kjo është domethënë salsal sheju salsilu do të ban tok ban zon. Edhe ka të bëjë do të në gjuhën arabe kjo me atë. Kur i përmend krijimin e njeriut prej ujit, është për qëllim etapa e parë. Është për qëllim sperma e mashkullit në mitrën e femrës, në mitrën e nonës, të ta, bashortës që e ka me një qanë, që t'jenë ma decid dhe ma precis. Dhe Allahu subhanahu wa taala e ka kriju dhe thot njeriun në disa etapa. Thot sa i takon krijimit të bijve të Ademit, është këtu. Krijimi i Ademit alayhisalam tregon etapat, domethënë dhej, është bo lloç, është bo kore, është bo i fort, i ngurt, dhe çka në fund ja ka zbritë Allahu azza wa jall shpirtin. Edhe ka bo njerë Ademin alayhisalam ashtu si don dhe ka dashur Allahu subhanahu wa taala. Sa i takon krijimit të bijve të Ademit alayhisalam, që kanë dalë prej Havës dhe Ademit alayhisalam, krijimi i tyre është el-ma'u dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Thot është kriju njeriu nga uji. Është për qëllim sperma. Yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. I cili uji dal çka? Vrollshëm. Për këtë shkak është ka mesele që nxjerret të ulemat, të fukahat që i kanë përmend për kësaj mesele, që është mesele e fikut, sidomos për trit. Thonë, nëse sperma nga mashkulli nuk del vrollshëm, ajo nuk është sperma dhe nuk është gjinop. Duhet me dal nga mashkulli vrollshëm, se kur nuk del vrollshëm, ajo del si pasojë e smundjes. E kur del sperma me epsh, del vrollshëm. Edhe atër bëhet gjinop. Nëse nuk del vrollshëm, ajo është smundje që duhet me shku te doktori.
E jo mulon ku pa tjep. Për këtë shak mimma dafiq, nga uji I cili del vrollshëm, thot Allahu azza wa jalla. Yakhruju min bayni sulbi wat taraib. Çka? I cili del bayni sulb. Kush e din ajetin? Nga korizi. I cili del nga bayni sulbin, mes të korizit. I cili del mes të korizit. Innehu ala raj'ihi laqadir. Thot Allahu edhe masit vdesi, këtë që e ka bo prej ujit, edhe kër vdes ka mundësi qka apet me këti njerë me bo. Se kjo është majleta, e ka bo njerë për zitja e këthen, apet dhe më vaban me dije se Allah, apet ju këthen, sikur që këni qenë për me ju logarit. Për këtë shak njerë ju qëndron uj, mas 40 ditëve përmendet se bohët gjak. Etapa e dytë që përmendet Kur'an. Përmendet etapa e dytë në Kur'an, sepse pa u bo njeri gjak, nuk ka mundësi me vazhdu qka shumëzimin mitrin e nonës së ti. Sepse ka mundësi me qenë uj, sper, ama ajo me dështu, që mos me ndodh shumëzimi dhe bashkimi I vezoreve të femrës me spermën e mashkullit. Ama si të bo gjak dhe me kazan. Për këtë shak është vështirë, para 40 ditëve dhe s'ka mundësi që mjekët me konstatu se një femër është 7 zona apo nuk është 7 zona. Pse? Sepse duhet me pas shenjën e gjakut e cila është vendos në mitër që ajo do të me dalë në pika atje në skener që kjo gruje ka mbesh 7 zona. Dhe për këtë shak etapa e dytë përmendet që bot çka? Mish. Që përmendin në marrë dhe copë e vogël e mishit mas 40 ditë tjerave. So bana? 40 metet uj, 40 metet gjak, 40 metet mish bot, 120. Mas 120 ve Allahu azza wa jall çka? Feyunfekhu fihi ruh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çon me laqën e cila me laqë është e detyruar që mi qu shpirtat. Ka me laqën që ka punë vetëm që shpirtin me aqu foshnjave apo fetusave, fetusit e këti që janë në mitrën e grave. Vaqën dhe e shpirtin. Si është ki shpirt? Kur kush se ne ka ditë as ka për ta ditë. Nuk ka mundësi. Thotë Allahu azza wa jall: "Yes'alunaka 'anir ruh." قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. Thuaj o Muhammed të pyesin për shpirtin. Kanë me të pyet, kanë me bo pyetja, çka është shpirti? Thuaj, shpirti është nga çështjet e Zotit. E thot mua për shpirtin nuk më zhdon nga detoria illa qalila. Kështu mirë ka thonë s'mu ka dhon për vetë se pak. Do njëre ka mohu. S'ka thonë më zhdon pak e shumicën nuk I di. Ja, ka thonë për ilmin nuk më zhdon kur gjon. Për vetë se pak. Që kjo është domethënë metodologji e Kur'anit që mohon çka ditorin për shpirtin. Edhe pohon mas mohimit që tregon se shumë s'ka shmërish, shumë pak. Ka njohuri dhe ditori pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për shpirtin. Dhe përfundimisht themi se njeriu I ka 4 etapa të jetës. E para etapë është në barkun e nanës së tij. E dyta etapë është në dunjë. E treta etapë është në barzakh, jetën e varrit. E katërta etapë është në xhenet apo në xhenem. Allahu na ruaj nga xhenemi. Lutë Allahun azza wa jall që të kemi dobi nga kjo që dëgjojmë dhe mësojmë. Lutë Allahun subhanahu wa taala që këto mësime në ditën e gjykimit të dëshmojnë për ne edhe e jo kundra ne, që t'jenë si vepra të mira në peshorën e veprave tona të mira dhe të njëjtat të dëshmojnë për neve dhe të na shpëtojnë nga zjarri me xhenemit. E kulli qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ma bën Allah